sot që keni nda kohë që t'jeni këtu me ne për të mësuar pak më shumë në lidhje me programin, edhe është një program i cili synon që të përshpejtoj investimet e gjelbërta në Kosovë, por jo vetëm, sepse programi funksionon në krejt qytetet e Ballkanit Perëndimor. Pra, është një program i cili është zhvilluar nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe nga Bashkimi Evropian, në bazën e vazhdimeve të projekteve të tjera, të cilat vazhdimisht Bergji dhe BE-ja i krijojnë për t'i mbështetur bizneset. Sot bashkë këtu me ne është edhe koordinatori i programit për Kosovë, Plum Gjinolli, i cili do ta prezentoj programin në detaje edhe do të kuptoni pak më shumë se si mund të përfitoni edhe cilat investime janë të pranueshme në kuadër të programit. Po ashtu, bashkë me ne është edhe Labinot Jashari, menaxher rajonal në Raiffeisen Bank. Labinoti do të sqaroj pak më shumë për produktin e bankës Raiffeisen, për domethënë kushtet edhe termat e referencës se për si mund të bëheni pjesë dhe në aspektin, le të themi, bankar të financimit të investimit. Dhe për ta bërë sa më të përafërt përvojën tuaj me programet e Bergj, ne kemi ftuar sot edhe një klient, pra bashkë me ne është edhe Vullnet Gashi, është drejtor ekzekutiv në Pink Taxi. Pink Taxi ka qenë përfitues i njërit prej programeve të kaluara të Bergj, programi për mbështetjen e konkurrueshmërisë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë, dhe Vullneti do ta ndaj përvojën e tij në lidhje me atë se si ka shkuar komplet procesi, edhe le të themi a ja ka vlejt ose jo komplet ky proces që të aplikoni ju sot. Sigurisht, pasi të përfundojmë me këtë pjesë, do të kemi edhe sesionin e pyetjeve dhe përgjigjeve. Kështu që ju inkurajoj që pyetjet tuaja t'i shënoni te sesioni Q&A, pra opsioni që është te shiriti lart. Dhe në fund do t'i lexojmë dhe do t'ju përgjigjemi varësisht për çka është pyetje që i takon programit ose bankës Raiffeisen. Tash, për të mos e zgjatur pak më shumë, dua vetëm t'ju përkujtoj që t'i mbajmë të mbyllur mikrofonat gjatë prezantimit, dhe më pastaj do të mund të kemi interakcion pasi të përfundoj pjesa zyrtare. Faleminderit prej meje dhe ftoj Plumin të bëj prezantimin e programit. Faleminderit Bleta, mirë se erdhët të gjithë. Po siç e tha dhe Bleta, unë jam Plum Gjinolli, dhe jam në cilësinë e koordinatorit të programit. Se dia po e shihni ekranin tim? Po, okay është. Vetëm e vendos në full screen nëse mundesh. Po që. Apo shihet tash më mirë? Bleta, është në rregull? Po, në rregull është, po. Okej. Atëherë, do të shkojmë në për disa slajde ku do ta kuptojmë se çka është ky programi SME Go Green i Bergjit, pra Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Cilt sektori financon, çka është roli jon si konsulenta lokal, çka është roli i verifikuesit të projektit, si merret granti e të tjera. Pra, programi është një program i cili ka për qëllim mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, duke i ofruar atyre financim për investime që përshpejtojnë adoptimin e teknologjive të gjelbërta dhe praktikave të qëndrueshme. Fokusin e ka te sektori agribiznesit,
mirë po jo vetëm të sektori agrobiznesit, gjithashtu edhe ai supply chain që i thojnë, apo rjeti furnizues apo që ndërlidhet indirekt me sektorin e agrobiznesit, por edhe sektor të tjerë që janë në prodhimtari të produkteve të ndryshme. Gjithashtu synon që një pjesë të konsiderueshme të financimit me bu për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat janë të drejtuara nga gratë. Qëllimi është që mi pru kompanit në nivele sa më të larta të performancës, të kërkesave që vinë nga Bashkimi Evropian. Janë 3 fusha të cilat synohet të ngritet performanca përmes këtyre investimeve që bëhen nga ju si ndërmarrjet vogla të mesme, janë mbrojtja e mjedisit, shëndeti dhe siguria në punë, dhe cilësia dhe siguria e produktit. Programi si program është një linjë kredie nga Bezhi që disbursohet përmes institucione financiare lokale, në këtë rast Raiffeiseni. Komponente e grantit janë 15% që bëhet për projektet cilat e involvojnë energjinë e rinovueshme apo tripërtrishme në tokë, dhe investimet në agrobiznes, duke përfshirë edhe zinxhirin e vlerës, pra konsiderohet si pjesë që mundet me përfitu 15% grant edhe sektor të cilat jo drejt për drejt janë të lidhura me agrobiznesin, por edhe indirekt. Në anën tjetër, për gjitha investimet tjera, vlera e grantit do të jetë 10%. Gjithashtu, si komponent është edhe asistenca teknike pa pagesë, e cila financohet nga BE-ja. Për institucionet financiare, pra shkurtesa IF, është i referohet institucione financiare, çka janë përparësitë bindëse, është përmirësimi i pozicionit konkurrues, mbështetje për PR dhe vizibilitet, kosto më e ulët e rrezikut, sepse si rezultat i granteve për investime të cilat paguhen për ndërmarrjet e vogla të mesme në euro, dhe monitorimi i projektit të investimit të milion nga konsulentët, pra nga konsulentët e projektit, asistenca teknike e cila ofrohet nga konsulentët e projektit, duke përfshirë trajnimin e punonjësve të institucionit financiar, gjithashtu dhe është zgjerimi i portfoljes së institucionit financiar. Në anën tjetër, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, çka janë ato përparësitë bindëse të këtij programi, është përmirësimi i pozicionit konkurrues, sepse automatikisht ne i shohim investimet në teknologji që ju i bëni, i aprovojmë ato teknologji të cilat ju sjellin juve në një nivel pak më të lartë, të jeni më të konkurrues për tregjet evropiane. Duke qenë më konkurrues për tregjet evropiane, juve ju hapet realisht mundësia për të pasur një tregti më të mirë me tregjet evropiane, fitime më të mëdha për shkak të rritjes së kapacitetit prodhues dhe eficiencës. Në anën tjetër ka 10% deri në 15% stimull investime apo kthim parash në formë të grantit, të cilat janë paratë që paguhen nga EU-ja. Asistenca teknike gjithashtu vjen si komponent falas nga konsulenti i projektit, duke e bërë strukturimin e projektit i planit investues, si dhe për fund, gjithashtu është edhe përmirësimi i reputacionit të qëndrueshëm të kompanisë. Kjo është skema se si funksionon projekti, që besoj do të jetë e qartë edhe për juve. Sipër e kemi Bezhin, Bankën Evropiane, ku e jep linjën e kredisë për institucionin financiar, në këtë rast Raiffeisenin, ku institucioni financiar përmes marrëveshjes së kredisë ja transferon këto mjete ndërmarrjes së vogël dhe të mesme. Në anën e majt është konsulenti i projektit, pra një kontratë e financuar nga BE-ja, asistencë teknike falas për bankën dhe për juve si përfitues të linjës së kredisë, ku si detyra e kanë vlerësimin e përshtatshmërisë, auditimin e pajtueshmërisë, planin e adaptimit, planin e investimit, monitorimin e juj gjatë gjithë implementimit projektit, si dhe asistencën teknike. Kurse në anën e djathtë është konsulenti verifikues, prap është një kontratë e financuar nga BE-ja, ku e ka për detyrë të bëjë verifikimin dhe aprovimin e grantit. Pra verifikimin që investimi është bërë ashtu siç ka qenë i planifikuar dhe normalisht në fund edhe aprovimin e grantit. Në NHA Marsi, pra ju në këtë rast,
mund të jenë gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme private të Kosovës, që gjithashtu janë sipas definicionit të BE-s konsiderohen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që janë të regjistruara ose të cilat kanë aktivitete primare në Kosovë dhe në përputhshmëri me ligjet e Kosovës. I plotësojnë kriteret e zakonshme të vlerësimit të kredisë nga institucioni financiar, pra vlen të theksohet që kriteret e vlerësimit të kredisë bëhen nga banka. Ne si konsulentë bëjmë vetëm vlerësimin teknik të investimit juaj. Masia e investimit është deri në 1 milion euro, vetëm shpenzimet të cilat bëhen pas nënshkrimit të marrëveshjes ose kredisë do të merren parasysh për investimin e pranueshëm. Pra, e kemi rastin për shembull që një klient do të më marrë 1 milion euro kredi, mirë po paraprakisht para se me negociu kredin është dash për shkak në urgjencë me pagu 20% paradhanje për pajisjen, atëherë ne dhe programi i merr përsipër vetëm pjesën 80% të kostës së mbetur, pasi që 20% e pagesës është bërë para se mund nënshkru marrëveshja e kredisë dhe para se që është dhënë aprovimi nga ne si konsulent teknik. Gjithashtu vlen të theksohet që shuma e një nën kredi nuk duhet të kalojë 100% të kostave të investimit. Pra, në asnjë mënyrë nuk pranohet të bëhen faktikisht të bëhet një kërkesë për kredi për edhe shpenzime tjera, po vetëm për investimin e paracaktuar. Nën projekti është pra një investim i cili ndërmerret në Kosovë, në ambiente industriale, pajisje, software, përmirësime të sistemit të menaxhimit të ndërmarrjes ose përmirësim të përgjithshëm që është i projektuar për të përmirësuar përputhshmërinë me një ose më shumë nga direktivat e BE-s. Nëse ju kujtohet, i përmenda ato 3 direktivat kryesore, pra qëllimi i investimit juaj kur të vini për financim në Raiffeisen, duhet të jetë patjetër që të adresojë njërin apo të 3 nga direktivat e BE-s, që të thash më herët, pra nga mbrojtja e fushës së mbrojtjes së mjedisit, sigurisë dhe shëndetit në punë të punëtorëve, apo edhe cilësinë dhe sigurinë e produktit. Nën projekti gjithashtu duhet të jetë në përputhje me të gjitha legjislacionet kombëtare, mjedisore, sociale dhe shëndetësore të sigurisë në punë dhe rregulloret dhe standardet e punësimit në fuqi, si dhe çdo detyrim përkas për konsultim publik në fuqi. Nuk ka nën projekti gjithashtu nuk duhet të ketë përfituar më herët ose nuk do të përfitojnë nga një grant tjetër i cili shërben për të njëjtin qëllim. Pra, ta zem shembullin keni apliku për një grant në Ministrinë e Bujqësisë për marrjen e një dhome frigoriferike, nuk mundeni tash më ardh për të njëjtin qëllim me apliku edhe për linjë kredi. Ta kemi parasysh edhe këtë fakt. Institucioni financiar do të synojë që të jap 100% të nën kredive në përputhje me aneksin 2, siç janë kriteret teknike të pranueshmërisë. Do të synojë që prej këtyre 100% të nën kredive të jenë 33% të drejtuara në agrobiznes, duke përfshirë edhe zinxhirin e vlerës, dhe të paktën 25% e numrit të total të këtyre kredive të disbursohen biznese të udhëhequra nga grant. Kur vim tek granti, merret parasysh përqindja më e ulët ndërmjet shumës së disbursuar të nën kredisë dhe kostot e investimit. Pra, kemi raste dikush e merr një kredi 1 milion euro, se ja merr mendja që me 1 milion euro është shuma e mjaftueshme cilën ka me kry investimin, mirë po çka ndodh gjatë rrugës, vendos që prodhuesi i maqinerisë ja bën në zbritje, rrjedhimisht i ka shpenzuar vetëm 900.000 dhe rrjedhimisht nuk ka shpenzime tjera. Prandaj vjen që granti, 15% e grantit apo 10% e grantit tjetë vetëm për pjesën të cilën e ka shpenzu, pra për 900.000 dhe jo 1 milion për cilën fillimisht ka mendu që i ka me shpenzu. Pagesa e grantit do të disbursohet pas vërtetimit të suksesshëm nga konsulenti verifikues. Pra, nëse ju kujtohet, fillim e përmenda dhe rolin e konsulentit verifikues, na jemi me juve si konsulent të projektit gjatë gjithë fazës së implementimit dhe ju udhëzojmë juve, ju përgatisim për të konsulenti verifikues, mirë po konsulenti verifikues është një palë tjetër për të mos pasur edhe konflikt interesi, është një palë tjetër, një kompani tjetër e cila merret me verifikimin e arritshmërive tuaja gjatë këtij investimi. Zbatimi dhe përfundimi në projekte përkatëse duhet të verifikohet nga konsulenti verifikimit me ose para datës 8 maj 2029. Pra, ta keni parasysh që gjitha projektet të cilat janë nënshkruar për financim duhet të
verifikohen para datës 8 maj 2029. Gjithashtu, nën kredit për cilat kontrata nën HOAS është e lidhur pas datës 8 maj 2028 nuk do t'jenë të kualifikuara për grant, për shkak që ky program e ka një vlefshmëri të caktuar. Gjithashtu edhe vlen theksohet që nën kredia nuk duhet të shlyhet përpara verifikimit të nën projektit. Pra është afati i caktuar për cilin duhet të bëhet shlyerja e kredisë. Përjashtimet është një nga kriteret e pranueshmërisë, pra bizneset nën huamarrëse si lojra fati, pasuritë palujshme, banka, sigurime ose ndërmjetësim financiar nuk janë të pranueshme për investim. Gjithashtu prodhimi, furnizimi, tregtimi i armëve është një sektor i cili përjashtohet. Pra, kompanitë apo bizneset të cilat merren me kapital qarkullues nuk janë pjesë. Kompanitë cilën merren me spekulime në fron apo financimi i blerjes së tokës, pra edhe patundshmëritë, bizneset që merren me patundshmëri përjashtohen, kompanitë të cilat merren me aksione, obligacione dhe çdo lloj tjetër financiar, e tjera dhe tjera. Këto janë pra disa nga kriteret e pranueshmërisë. Nuk po i lexoj gjitha me radhë, keni edhe në ekranet tuaja. Janë dy qasje të programit, janë projektet LED, pra për projektet që kanë investim deri në 300.000 euro financim, është projekt, janë financime më të thjeshta, verifikimi shkon më shpejt, nuk i nënshtrohen hartimit të planit investim, se çka është plani investim do të flasim në slajdet e radhës, kurse projektet komplekse në kredit që janë mbi 300.000 e deri në 1 milion, ato pastaj i nënshtrohen edhe hartimit të planit investim. Si shkon procesi i aplikimit? Institucionet partnere financiare në këtë rast për krediti është institucioni i cili ju duhet t'i qaseni, pra jo neve, po institucionit financiar, Raiffeisenit. Aty merret forma e aplikimit, ku përfshihen informata paraprake për ndërmarrjet e vogla të mesme që aplikojnë, dhe investimin e tyre dërgohet tek konsulenti i projektit, pra tek ne. Ne si konsulenti i projektit mbështesim institucionin financiar ku e bëjmë vlerësimin e pranueshmërisë teknike të investimit. Merret vendimi për financim, fillon pastaj hartimi i planit të investimit nga konsulenti i projektit, pra nga ne në bashkëpunim me juve si huamarrës. Pasi investimit të jetë zbatuar plotësisht dhe të verifikohet nga konsulenti i verifikimit, atëherë merret edhe granti. Këtu i kemi përgatitur disa shembuj sa për ilustrim për juve. Për shembull, kemi një rast ku njëra nga kompanitë që merret në sektorin e ushqimeve dhe pijeve ka dashur me investu në një central fotovoltaik me një kapacitet prej 681 kW. Shuma e financuar ka qenë 401.000 euro, shuma e grantit, pra 15% është 60.000 euro. Ndikimi në qëndrueshmëri, pra redukimi i energjisë primare, ka pas kursime të energjisë, me këto kursime të energjisë normalisht ka pas edhe zvogëlim të emitimit të gazrave të serë, pra të CO2-shit, kurse përfitimet kryesore, ku ju thash edhe në fillim, ku e shohim na se ku ka me ky investim, ku ka me prek cilën nga direktivat evropiane, pra është që është përmirësimi i mbrojtjes mjedisit, sepse e tham më lart, ka shku në reduktim të karbon dioksidit. Gjithashtu dhe rritja e konkurrenshmërisë, sepse duke i ulë kostot e energjisë elektrike, kompania i zvogëlon shpenzimet e prodhimit, në këtë mënyrë edhe forcon pozicionin e saj konkurrues në treg. Një rast tjetër është nga bujqësia, për shembull kemi blerjen e një kombaje, e cila gjithashtu duhet të jetë sipas standardeve të BE-s, pra standardeve të emisioneve të BE-s është faza 5. Kjo normalisht volumi i investimit, shuma e financuar ka qenë 260.000 euro, kurse shuma e grantit 39.000 euro. Edhe këtu i kemi dhënat e ndikimit në qëndrueshmëri, do të thonë zvogëlimin e energjisë primare, zvogëlimin e gazrave serë e tjera. Kemi edhe shembullin e fundit, është prodhimi i dyerve dhe dritareve plastike, ku komponente pranueshme me investimin ka qenë linja për prodhimin e gjamit izolues me pajisje tjera përbërëse,
makineri për lakim, përfshirë sistemin standard të menaxhimit të linjës së gjamit izolues, volumi i investimit 1 milion euro, shuma e grantit 100.000 euro. Keni kujdes, pra këtu nuk kemi të bëjmë me sektorin as të energjisë ripërtrishme, as me pra investimi nuk ka të bëjë as me energji të ripërtrishme, as me agroindustri. Rrjedhimisht vlera e grantit ka qenë 10%. Çka kanë qenë përfitimet kryesore? Është rrit cilësia dhe siguria e produktit, pra ka pas shumë ma pak dëmtime të produktit, shumë ma pak humbje të lëndës parë për shkak të sistemit të kompjuterizuar, gjithashtu edhe është rrit shëndeti dhe siguria në punë, si dhe mbrojtja e mjedisit. Unë kisha dashur m'ju falenderu, nuk kam diçka tjetër përveç se tash do të qëndroj këtu me juve në rast se ka ndonjë pyetje që vjen prej juve. Faleminderit. Faleminderit tuaj. Tash ftoj Labinotin që të na e prezantoj edhe produktin e bankës Raiffeisen dhe kushtet me të cilat klientët mund të aplikojnë në bankë për këtë produkt. Faleminderit shumë Leta, përshëndetje të gjithëve, dhe faleminderit për pjesëmarrjet për këtë numër kogja i madh që po shihet interesimi kogja i madh. Për ata që nuk veç na prezantoj edhe Leta, unë jam Lavinat Jashari, jam menaxher apo udhëheqës i rajonit të Prishtinës. Kam një përvojë 20 vite në bankën Raiffeisen, ku kemi punu drejt për drejt me klientët individual, por edhe me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Gjatë këtyre viteve kam pasur mundësinë jo vetëm unë por edhe ne si bankë si Raiffeisen të shohim nga afër sfidat, por edhe potencialin që kanë bizneset e vogla dhe të mesme, sidomos në kontekstin e tranzicionit drejt një ekonomie më të gjelbër. Plumbi veç parafolsi ma herët i potencoj edhe disa kushte pothuajse dhe kritere çka janë. Unë me shumë dëshirë para se të hyjmë në SME Go Green, apo ti tregojmë shumën e përmenej investimet apo kriteret, unë kisha dashur me bë vetëm me nda me juve një histori të suksesit në mes të bankës Raiffeisen dhe EBRD-s, me programin më herët që kemi pas për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Një prezantim të shkurtër ta prezantoj vetëm një për me po, veç një sekond, ju lutem. Po duket? Akoma jo. Akoma nuk u dala. Çka kemë problem? Diçka kam probleme, nuk po. Okej, atëherë si do që tjetë për mos me humb kohë, është vetëm një histori e suksesit që do të përmendim, pasi që po kam problem pak me bashkë. Okej, vlen të theksohet se programi para SME Go Greenit ka qenë SME Competitiveness Support Program, që kam mbështet dhe ky program ka ofru financimin e dedikuar dhe garante deri në 15% të investimeve. Dhe kur thojmë për 15% të investimeve, atëherë padyshim që duhet të dalim në rezultate konkrete, ku kemi arrit të realizojmë 67 projekte
në të gjithë Kosovën. Prej 67 projekteve, 53 projekte kanë qenë jashtë Prishtinës, që tregon edhe një shpërndarje të drejt për drejt dhe të mbështetjes në të gjithë vendin e Kosovës. Janë financuar 65 ndërmarrje të vogla dhe të mesme, mbi 4.7 milion kredi të disbursuara. Apo, nëse e kthejmë në grande të ndara, janë dikon rreth 705.000 euro grande të ndara, dhe së fundmi ka qenë 581 vende pune të mbajtura gjatë këtij projekti. Pra, pa humbur kohë, do të dalë në SME Go Green, qysh e përmendi edhe parafolsi më herët. SME Go Green është një program i financuar nga Banka Raiffeisen dhe EBRD. Banka EBRD e ofruar në partneritet me Banka Raiffeisen për të mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë që duan të investojnë në teknologji dhe në teknologji më efikase. Do të ndalemi në 3 pika: eficiencën energjetike, që do të thotë të përdorim më pak energji për të arritur të njëjtin rezultat, apo për të përkthyer në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, kursim të kostave dhe rritje të produktivitetit. Burimet të rinovueshme në energji, pajisje dhe teknologji të gjelbra. Gjithsej limiti i incentivës për këtë program SME Go Green është 5 milion euro, ku përfitimi i grandit do të jetë 15% investimeve në energji të rinovueshme, 10% investime që kanë për qëllim përmirësimin e efikasitetit të energjisë, pra pajisjet e punës që ndikojnë në redukim të energjisë, dhe 15% e investimeve në bujqësi dhe agrobiznese. Qysh u potencu edhe pak më herët, SME-t apo ndërmarrjet e vogla dhe të mesme mund të financohen deri në 1 milion euro për të mbështetur incentivat e gjelbra. Shuma e financimit për mikrokompani do të jetë nga 10.000 euro deri në 130.000 euro, ndërsa për kompanitë SI dhe të mesme nga 130.000 deri në 1 milion euro. Kozgjatja e dhënies së kredisë apo tenori do të jetë minimum 18 muaj deri në maksimum 48 muaj. Shuma e financimit nuk duhet të kalojë mbi 100% të investimeve të total kredisë dhe 20% është participimi nga ana e klientëve. Shpërndarjen e portofoljes, të paktën 70% e financimeve totale do të jetë për investime në green, 33% financime të jenë për investime brenda zinxhirit të vlerës në bujqësi dhe agrobiznese, dhe të paktën 25% financimeve do të jenë investime në biznese të udhëhequra nga gratë. Këtu do të ndalem veç pak se është fokusi i programit SME Go Green, është fokusi posaçëm për gratë në biznes, me të cilat gratë sipërmarrëse do të kenë prioritet në çështje të financimit, për krahje dedikuar dhe trajnime profesionale për të rritur kapacitetin e tyre menaxherial dhe zhvillues. Kjo është pjesa e angazhimit të EBRD-s për zhvillim gjithëpërfshirës dhe fuqizimin ekonomik të grave në sektorin privat. Për me u kthy në numra apo në shifra çka janë financu gjatë vitit paraprak, janë nda grante, janë dhënë kredi deri në 1.2 milion, apo grante rreth 600.000 euro, grandet bizneseve që kanë qenë gratë sipërmarrëse. Unë do të edhe si përfundim të e marrë parasysh që veç u përmendëm, unë veç një kriter do e përmendi kush kvalifikohet për dhënien e kredisë. Dhënia e kredisë do të bëhet sikur se çdo kredi tjetër, veç i ka trajtim tjetër duke u përfshi
që është për SME Go Green, duhet të çdo biznes i regjistruar, biznes i vogël apo ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që janë të regjistruara në Kosovë, por edhe në partneritet me dikën tjetër, mund të nënshtrohen procesit të kreditimit në bankën Raiffeisen. Edhe si fund, të i di që kemi edhe pak kohën e limitume, une si fund për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, tranzicioni gjelbër nuk është vetëm një sfidë, por edhe një mundësi për të kursyer, për të qenë më efikas dhe për të ndërtuar një imazh më të fortë në treg. Do t'i lëm kohë, faleminderit për vëmendje dhe jemi hapur për diskutime apo çfarë do pyetje që mund na vinë nga audienca. Faleminderit. Faleminderit Labinot, një prezantim i mirë dhe i tërthort i komplet edhe portfolios të programeve të kaluara, por edhe çka pritet domethënë me këtë program të ri. Tash ftoj Vullnet Ngashin nga Pink Taxi për të ndarë përvojën me, siç thash më herët, programin e kaluar të Bergjit. Vullnet, mundesh të na sqarosh pak diçka për kompaninë, si keni filluar, cilat kanë qenë sfidat e juaja fillimisht, dhe pastaj nevoja për investime dhe përvoja me komplet programin për mbështetjen e konkurrueshmërisë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit Bleta. Unë, siç edhe ju njoftoj Bleta, unë jam Vullnet Gashi. Jam drejtor menaxhues në kompaninë Pink Taxi, e cila operon në industrinë e autotaksive në komunën e Prishtinës. Jemi kompani relativisht e re, kemi rreth 3 vite që kemi fillu me operimin e autotaksive në komunën e Prishtinës. Kemi qenë përfitues të programit të SME Go Green të EBRD-s përmes një financimi të ofruar prej bankës Raiffeisen Bank. Ka qenë një përvojë, kisha me thonë, e jashtëzakonshme si me Raiffeisen Bankën, ashtu edhe me përfaqësuesit e këtij programi të EBRD-s. Çka kisha dashur me nda me ju, kemi, nëse mundem Bleta, me jap edhe shifra. Po, patjetër, të gjitha ato janë publike, mund t'i ndash, me çfarë shumë keni marrë kredi dhe granti. Na kemi aplikuar për një kredi prej 1 milion euro në Raiffeisen Bank, prej të cilës kemi qenë përfituesi 15% të sumës totale prej 1 milion euro nga programi SME EBRD. Këto mjete i kemi investu, domethënë, në 3 komponenta që ndërlidhen me kompaninë tonë. E para ka qenë në investimin në energji të ripërtrishme, në bazën ku e kemi edhe kompaninë tonë, në objektin të cilën gjendet baza e kompanisë. Kjo e cila masanej është përkthy në shpenzime më të ulta operacionale për kompaninë tonë. Kemi investu gjithashtu edhe në bursa elektrik, kemi investu edhe në vetura elektrike, të cilat përveç që janë ma ekonomike për biznesin, janë edhe ekologjike për ambientin, pasi që nuk djegin gazna edhe e mbrojnë ambientin. Tjetër, i kisha... Ndoshta mundemi me fol pak për procesin edhe për asistencën teknike që të është ofru gjatë komplet udhëtimit tënd. Kështu që theka edhe më herët, unë kam qenë jashtëzakonisht i kënaqur me bashkëpunimin edhe me Raiffeisen Bankën, mirë po edhe me përfaqësuesit e programit SME EBRD në Kosovë. Kanë qenë shumë bashkëpunues, edhe ka qenë
për mu ka qenë përvojë jashtëzakonshme dhe gjithë procesi ka qenë i lehtë për mu ndjek. Nuk është që ka pas një pengesë, vetëm se qysh i ceku edhe pllumbi ma herët, mirë po edhe parafolsi tjerë, si labinoti. Janë do procedura që duhet mu ndjek, mirë po ato nuk është se ka ndonjë farë problemi diçka. Okej, vullnet, faleminderit. Besoj mund të përgjigjesh nëse ka ndonjë pyetje edhe nga bizneset e tjera, diçka të cilën mund ta diskutojmë tash. Tash unë lus Anitën të na ndihmoj pak me mikrofonat. Do t'ju lejojmë që të hapen mikrofonat për të gjithë pjesëmarrësit, por ju lutem që të kemi mbarvajtje nëse dëshironi të parashtroni pyetje, vetëm përdoreni opsionin raise hand këtu te shiriti sipër që është, edhe do t'ua japim fjalën që të parashtroni pyetje edhe të shohim se nëse ka diçka të paqartë ose keni diçka konkrete qoftë për ne si program ose për bankën Raiffeisen. Anita, mund t'ua mundsojmë? Po Bleta, patjetër. Momentalisht nuk jam të e pa dikë që i ka ngrit orën. Faleminderit. Po, unë shoh që kanë të pamundur për ta hapur mikrofonin edhe kamerën, nuk e di tash. Mikrofonin e hap unë, Okej. vetëm e pa se kush po kërkon fjalën. Po momentalisht nuk jam të e pa që dikush ka ndonjë pyetje. Okej, po presim pak, ndoshta Po. duhet kohë për ta procesuar, por po lëm pak kohë. Ose nëse nuk dëshironi që domethënë të flisni, lirisht mund ta përdorni edhe opsionin e chat. Kemi pyetjen e parë, është Kushtrim Januzi. Po. Përshëndetje Kushtrim. Apo dëgjon na fal? Po, tash po dëgjohesh. Përshëndetje, jam Kushtrim Januzi. Deshta me bën një pyetje ndoshta që i përket edhe bankës, mirë po edhe konsulentit. Po folin cilësinë e një përfituesi potencial. Atë hapin e parë për mu drejtu, për shembull, unë jam prej Mitrovicës, a ofron mbështetje banka edhe në Mitrovicë apo veç duhet me ardhur në qendër dikon, edhe ideja qysh më qos konsulentit për ndihmë teknike. Okej, atëherë po, pasi veç u drejtu, falenderit shumë Kushtrim për pyetjen, pasi që u drejtu fillimisht për bankë, po Kushtrim, ne operojmë në të gjithë Kosovën, edhe operojmë me standarde të njëjta, shërbimet apo produktet që mundesh t'i merresh si në Prishtinë, mundesh t'i marrësh në të gjithë territorin e Kosovës, kështu që lirisht këtë shërbim edhe produktet çka do që ju duhen, mundeni edhe në degën e Mitrovicës të drejtoheni për kërkesën e juaj. Faleminderit. Me plotësu edhe labinotin, do thonë në momentin që aplikoni ju në një degën afër qytetit tuaj, të cilën e keni më të afërt, ata i drejtohen qendrës me dhënien atë investimit, planit investim, po mendoj projektit të cilin po doni me investu, ta keni parasysh që për me na lehtësu edhe neve, hajdeni te bankat, momentin që i keni të definum investimin, keni marrë në profatur, në ofertë teknike, gjithashtu i bashkangjitni edhe certifikatat CE, sepse pajisjet nuk ka limitime. Do thonë pajisjet mund me qenë edhe kineze, apo turke, apo indiane, pra jashtë tregut evropian që janë prodhume,
por me rëndësi është që tjetë edhe certifikata CE. Pra për çdo pajisje e cila prodhohet jashtë tregut evropian, duhet t'i bashkangjitet edhe certifikata CE së bashku me specifikacione teknike dhe një ofertë apo një profaturë të asaj pajisjeje. Pastaj banka i din kërkesat tona çka janë, pra është njëra prej kërkesa është mbushet edhe forma e aplikimit, varësisht a është lehtë apo është projekt kompleks. Janë dy forma të ndryshme të aplikimit. Mbas të asaj banka na dërgon të gjitha informatat. Ne e shohim nga aspekti teknik, sepse siç e thash, aspektin se është i financueshëm financiarisht, pra projekti ai përshtatet kritereve të financimit bankës, ato e bën banka. Ne kemi rolin vetëm të vlerësimit teknik. Ne bëjmë vlerësimin teknik momentin që i themi ne që është okay nga aspekti teknik, pra është në përputhshmëri me kërkesat e programit të Bezhit, atëherë jepet aprovimi. Momentin që jepet aprovimi, banka ju lëshon mjetet. Pra është shumë e rëndësishme me ditë këto fazat e projektit, asnjë moment ose asnjë shpenzim i cili bëhet para lëshimit të aprovimit nga ana jonë si konsulent teknik të projektit, nuk do të pranohet më vonë në llogaritjet për grant. Veç edhe me shtu diçka, faleminderit shumë Plum, veç e potencoj Plumi, na në të gjithë territorin e Kosovës, në degët e Raiffeisenbankës, kemi një staf shumë profesional dhe janë shumë mirë të informuar për programin, kështu që nuk humbni kohë as pak kur t'i referoheni bankës, dhe nga momenti që dërzohen dokumentacionet apo mbledhja në bankë, kohëzgjatja do të merr prej 2 javë deri në 4 javë, varësisht prej kompleksit apo kërkesës të financimit. Faleminderit. Labinot, ti e dha një afat, ndoshta pak ma të madh, po na po mundohemi, i kemi rrit resurset me procesu shumë ma shpejt lëndë, këtu nga aspekti teknik. Ti me siguri e ki aspektin e mbrëmshëm të bankës sa zgjat, po për mos me humb kohë, mundemi edhe paralelisht me shku. Domethënë, nëse është dikush një klient ju i interesuar, në një anë na dërgoni dokumentet tona teknike, na e bëjmë vlerësimin teknik, përderisa ju e bëni atë vlerësimin e mbrëmshëm t'juaj, që mos mi humb kohë edhe klientave t'juaj. Po besoj i shkon edhe ma efikase. Po nis nga përvoja paraprake, për ndryshe na jemi shumë sidomos kur folim për SME Go Green, kështu që e kemi jashtëzakonisht një proces shumë të shpejt. Po foli komplet të zinxhirit brenda bankës. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve. Kemi edhe një pyetje nga Besim Mehmeti për kompanitë për riciklim. A kemi mundësi me apliku merrimi me riciklim të metaleve? Po, vetëm se thash që të pjesa e grantit, me qenë se është jashta energjisë ripërtrishme, jashta agrobiznesit, atëherë vlera e grantit do të kalkulohet me 10%. Pra mund është ndoshta e bleni pajisje cila ju ndihmon në procesimin e materialeve që i ricikloni, ajo llogaritet vetëm vlera 10% e vlerës së kredisë që e merrni në fond të grantit. Pra, nëse është pajisja 1 milion euro, që bleni dikun në tregjet evropiane apo jo evropiane, merret vetëm 10% pastaj për grant si kalkulim. Faleminderit. A kemi pyetje të tjera? Pleta, e kemi edhe një pyetje të pjesa e Q&A. Okej. Unë e pash një pyetje më duket prej Esrës, a? A ekziston mundësia për të përfituar kredi biznese në sektorin e energjisë së gjelbër, si për shembull fermat diellore për prodhim të energjisë? Jo, do të thonë të ne është ndaluar me financu projekte të cilat kanë me prodhu energji dhe me shitën rrjet. Pra ne vetëm përkrahim bizneset të cilat i bojnë investimet në energji të ripërtrishme për t'i ulë kostot e tyre dhe jo për të futur energjinë në treg.
Okej, edhe pyetja tjetër është nëse programi është i hapur për startups, për bizneset e reja, apo që kanë përvojë. Nëse kërkohet përvojë, atëherë sa vjet përvojë punë. Pra po e Tuaj. them, nga aspekti jonë nuk prish punë me qenë startup, kjo pastaj është sa ju mundeni si startup me bind bankën që jeni të financueshëm edhe mundeni me kthy kredin. Ne jemi të hapur në çdo aplikacion, e rishqyrtojmë edhe e diskutojmë për çështjen e financimit. Nëse nuk gaboj Anita, kishim edhe dikën që e kishte ngrit dorën, po tash nuk po e shoh. Momentalisht nuk ka dikush që ka ngritur dorën. Okej. Për ta bërë sa më interaktive, mund edhe të prezantoheni, na tregoni biznesin prej ku vini edhe në çfarë lëmie, le të themi, operoni që ta bëjmë pak më interaktive këtë sesion. Ideja është që ju me marrë sa më shumë informata prej neve, edhe ndoshta ju sugjerojmë ose ju nxisim për të bërë investime të cilat e përmirësojnë konkurrueshmërinë tuaj në treg, edhe në Kosovë, po edhe në tregjet evropiane. Kushtrimi dëshiron të flet edhe një herë, nëse nuk gaboj. Po, pra vinjeti, faleminderit për mundësinë, pe kompakt pak qartë te përqindja e financimit. Ta zom, nëse po du me investu në një linë prodhimit, pe marr vlerën 200.000 euro. Edhe po investoj edhe në panele solare për vetë konsum, në vlerë 30.000 euro. Tash që kjo miksi i investimeve, qysh është ideja të përfitimi grantit, a me 10, a me 15%? Sëria ka që qartë në pyetje. Po, shumë mirë. Prap është mix. Faleminderit. Pra në pjesën ku investon për pajisje i merr 10%, në pjesën e sollareve të kostot të sollare 30.000 euro, 15% e 30.000. Pra kur kemi mix të investimit, ka edhe mix të grantit. Kemi edhe një pyetje nga Ahmeti, mjetet e Bergj a kthehen në moment që fiton grantin apo më vonë? Edhe dyta, mund të aplikoj për solar për autolarje, self-service, nëse po sa përqind e përkrahni. Okej. Mjetet e Bergjit, nëse po kuptoj drejt atë pjesën e grantit, e merrni në momentin të cilin momentin që verifikohet prej konsulentit verifikues. Pra, bëhet investimi nga ana juaj, kryen gjitha transferet bankare, nëse është projekt let, që po besoj që është let të e pas parasysh sektorin, sepse s'besoj që do t'jetë në investim ma shumë se 300.000 euro. Në këtë rast, verifikimi është shumë më i shpejt, edhe më i thjesht, vetëm dërgoni fotoevidencën e pajisjeve që janë instalu, në formë elektronike dëshmitë e pagesës, faturat, edhe ne e vazhdojmë procesin deri te verifikimi. Në momentin që verifikohet, shkon raporti i verifikimit tek IBRD-ja, edhe IBRD-ja pastaj i lëshon mjetet. Kjo si periudhë prej momentit verifikimit deri te marrja e mjeteve, për shkak prej eksperiencës po flas se u bën 5 vite, më shumë se 5 vite që operojmë me projekte të ngjashme, mund të marrë një muj e gjysmë. Do të thonë mi marrë derisa ti merr një grantet, për shkak se IBRD-ja nuk është që proceson pagesa çdo ditë, po i ka 2 herë në mujt. Tash varësisht a shkon mes mujit, a fund mujit, ai raporti i verifikimit prej konsulentit verifikues. Gjithashtu pyetja e dytë, a mund të aplikoj për solare? Po, përqindja do të jetë pastaj 15%. Sepse po në investim involvohet energjia e ripërtritshme. Ndoshta me që pyetja është pak jo e qartë, ndoshta Ahmeti ka mendu për financimin, do thonë kur aprovohet le të themi kredia edhe kur dalin, po kjo është pyetje tani për labinotin,
moment që ne I marrim dokumenta teknike dhe e konfirmojmë që ky investim do më thoni përmbush të gjitha kriteret e pranueshmërisë, atëherë e informojmë bankën Raiffeisen edhe banka e lëshon kredin. Ahmet na tregon nëse cili prej këtyre skenarëve ka qenë më I saktë se nuk ke formulimi I pyetjes I qartë. Edhe një pyetje nga Sania, po, okay, Sania nuk pas ke pyetje, po nëse dëshiron mundesh edhe me shkrim Lita. me na sqaru, po. Ja lejova qasje në mikrofon, mundet Okay, super. Sania me fol. Faleminderit Anita. Sania tash mundesh me na u drejtu edhe me parashtru pyetjen. Okej, një pyetje nga Haziri, nëse aplikon si biznes startup deri në sa vite mund të jetë afati I kthimit të kredisë? Siç u cek edhe më herët, afati është nga 18 muaj deri në minimumi është 18 muaj deri në 48 muaj. Pra patjetër që duhet mu kry kredia para se mu kry programi. Në rregull. Nuk po shoh ndonjë pyetje tjetër, edhe në Q&A sa e shoh Anita, nuk ka diçka të re? Po e shoh veç si kërkesë për materialin, prezantimin, nuk e di a mundet plumbi ndoshta me share. Po, në muj me ta dërgu ty, pastaj Po, s'po pa di. problem. Këtu në chat Anita e ka dërgu më herët edhe email-at ton edhe të programit, por edhe të bankës Raiffeisen, si dhe numrin e telefonit. Kështu që mos hezitoni, ka edhe një form aty ku mund të na jepni pak më shumë informata për biznesin, edhe pastaj ju kontaktojmë qoftë për një takim eventual ose për më shumë informata, po mundemi t'i ndajmë edhe prezantimit me ju. Në përqindje a hyn edhe shërbimet si pundore apo vetëm blerjet e pajisjeve? Po, në përqindje hyn deri në 20%, pra nëse pezojmë, për marrim një shembull thjesht, nëse keni me investu në pompë termike, edhe aty patjetër që ka dhe komponente përcjellëse tuba, në i pompë, në i kështu pompë me qarkullu ujë, nëse ku ta di unë, plus edhe puna e dorës, ato futen në pjesë, po mendoj pranohen si investime, po vetëm deri në 20% të vlerës së komplet kredisë. Okej, përshëndetje, jam Drilon Brahimi nga Trend in atë grup. Pyetje për bankën, a është ende publike apo çështja e negocimit mes klientit dhe bankës përqindja e interesit? Përshëndetje. Është çështje e brendshme e mes diskutimit të bankës dhe klientit dhe varësisht prej shumës, po më kërkesës tenorit, edhe e kemi edhe interesat të cilët I diskutojmë me biznesin. Faleminderit Levelat. Okej, nëse nuk kemi pyetje tjera, ndoshta mundemi ta përmbyllim këtu këtë punëtori. Ju faleminderit edhe një herë të gjithëve që ishit sot prezent këtu me ne. Shpresoj që
të kemi qashtësuar disa informata në lidhje me programin SME Go Green, por vazhdimisht do të kemi edhe mundësi të tjera për aktivitetet të radhës, qoftë online ose me prezencë fizike, në për programe, punëtori edhe eventet të ndryshme, kështu që ju ftoj të na bashkangjiteni edhe të jeni pjesë e programit, sepse ashtu siç e tham edhe më herët, pra jemi në rrugën drejt përafrimit të direktivave edhe të synimeve me Green Deal të Bashkimit Evropian, prandaj Kosova, por edhe bizneset e Kosovës duhet ta ndërmarrin atë udhë po ashtu. Ju faleminderit që ishit sot me ne, ju uroj gjithë mirat dhe shpresoj të takohemi në aktivitetet të radhës. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim.